Përmirëso një çdo ditë, dëhre bota do ndryshoj në një botë ku gjithçka matet me rezultate të menjëhershme, ku presioni për të qenë i suksesshëm, i pasur dhe i admiruar është i përditshëm. Shpesh ndjejmë se çdo përpjekje jonë është e vogël, e papërfillshme, e pazonja për të bërë një ndryshim real. Por, pikërisht këtu qëndron forca e fshehur e përmirësimit të përditshëm. Nuk është e nevojshme të ndryshosh gjithçka brenda natës. Mjafton të përmirësosh vetëm një çdo ditë. Dhe kur ta kuptosh fuqinë e këtij parimi, jeta jote do të transformohet pa zhurmë, por me qëndrueshmëri. Ky parim i thjeshtë, por kaq i fuqishëm, është çelësi i shumë historive të suksesit që nuk bëjnë bujë, por ndërtojnë themele të forta. Është një qasje që i reziston kohës, vështirësive dhe mungesës së motivimit. Sepse ai që përmirësohet çdo ditë, edhe pak, nuk ngelet njësoj. Ai ecën. Dhe përfundimisht arrin një. Çfarë do të thotë të përmirësosh një? Të përmirësosh një çdo ditë nuk do të thotë të bësh një revolucion të madh në jetën tënde. Do të thotë të ndërtosh, të shtosh, të zgjerosh pak nga pak kapacitetin tënd. Do të thotë të përzgjedhësh që sot të jesh vetëm pak më i mirë se dje. Jo shumë, por mjaftueshëm për të mos qëndruar në vend. Ky është përmirësimi që nuk të lodh, por të arrit një më shumë në dije. Në qëndrueshmëri, në qetësi, në durim, në mirësi. Të gjithë kemi diçka që mund ta rregullojmë pak më mirë. Dhe në vend që të kërkojmë perfeksionin, mund të synojmë thjesht përparimin 2. Shkenca e progresit të vogël, James Clear, autori i librit Atomic Habits, thekson se nëse përmirësohesh vetëm një çdo ditë për një vit, do të bëhesh 37 herë më i mirë në fund të vitit. Ky është efekti kumulativ i përmirësimeve të vogla. Nga ana tjetër, nëse përkeqësohesh një çdo ditë, në fund të vitit do të jesh gati i padukshëm. Efekti përforcues i progresit të përditshëm është shumë më i fuqishëm se sa mendojmë. Përmirësimet e vogla janë si kamata e përbërë në financa, fillimisht duken të parëndësishme. Por me kohën ato kthehen në një mal vlerash. Çdo hap i vogël që bëjmë ndikon në mendjen, trupin dhe shpirtin ton. Një përmirësim një është si të shtosh një tull të vogël në ndërtimin e kështjellës tënde personale. Në fillim as që duket, por pas një viti, ke një strukturë që mund të mbrojë nga çdo stuhi. 3. Rregulli i 1 në praktik, për ta zbatuar këtë rregull, duhet të jesh i vëmendshëm dhe i qëllimshëm me veprimet e tua të përditshme. Pyes veten çdo mëngjes, si mund të jem një më i mirë se dje? Jo në mënyrë perfekte, por të qëndrueshme. Në vend që të thuash do të stërvitem 1 orë në ditë, fillo me 10 minuta. Krijo zakonin para se të rrisësh intensitetin. Në vend që të lexosh një libër në javë, fillo me 2 faqe në ditë. Është më mirë të lexosh pak, por çdo ditë, se sa shumë, por rrallë. Në vend që të bësh revolucion në dietë, fillo duke hequr një zakon të keq. Zëvendëso një ushqim të dëmshëm me një alternativë të shëndetshme. Në vend që të ndalosh totalisht mediat sociale, fillo me 15 minuta më pak çdo ditë. Mëso veten të kontrollosh vëmendjen tënde. 4. Pse shumica e njerëzve nuk i shohin këto rezultate? Sepse rezultatet e përmirësimit një nuk janë të menjëhershme. Ato janë si farat që mbillen nën tokë dhe për një kohë të gjatë nuk duken. Kjo është koha më e rrezikshme, kur po bën përparim, por s'po e sheh. Pikërisht këtu dorëzohen shumica, shohim veten në pasqyrë dhe themi, asgjë s'ka ndryshuar. Shohim bankën tonë dhe themi, s'po rritet. Shohim rrjetet sociale dhe mendojmë, asnjë se vërej që po përpiqem. Por e vërteta është që çdo përpjekje e përditshme është si një pikë uji që gdhen gurin. Jo nga forca, por nga vazhdimësia. 5. Roli i identitetit në përmirësimin ditor. Përmirësimi i vërtet ndodh kur ajo që bën përputhet me atë që beson për veten. Nëse çdo ditë sillesh si dikush që kujdeset për shëndetin, për mendjen, për marrëdhëniet, atëherë nuk je duke imituar, je duke ndërtuar një identitet të ri. Kur një person bën zgjedhje të vogla që përputhen me një version më të mirë të vetes, ai nuk përmirëson vetëm zakonet, ai përmirëson veten si njeri. 6.
pengesat e zakonshme dhe si ti ka përcesh, nuk është e lehtë të jesh i qëndrueshëm çdo ditë. Ja disa pengesa që mund të shfaqen: mërzia. Përmirësimi një mund të duket i mërzitshëm. Nuk ka ndjenjë fitoreje të menjëhershme. Por kujto, këmbëngulja fiton mbi entuziazmin kalimtar. Dyshimi. A ka kuptim kjo gjë e vogël që po bëj? Po, ka. Sepse është pjesë e një procesi më të madh, humbja e fokusit, pa një qëllim të qartë, edhe përmirësimi më i vogël humb. Përcakto objektiva afatshkurtër dhe monitoro progresin tënd. 7. Shembuj konkret që frymëzojnë: ka pafund njerëz që e kanë ndërtuar suksesin e tyre mbi këtë parim. Usain Bolt, megjithse është kujtuar për vetëm disa sekonda në garë, ka kaluar vite të tëra duke përmirësuar çdo mikrosekond të ecjes së tij. Stephen King shkruante 1000 fjalë në ditë, çdo ditë, pa përjashtim. Puna e vogël, e përditshme, i solli një trashëgimi të tërë librash. Kobe Bryant, kur ishte në kulmin e karrierës, ende zgjidhej në orën 4 të mëngjesit për të praktikuar. Ai e dinte se përparimi nuk ndalet kurrë. 8. Bëje një për veten. Jo për Instagramin. Në një botë që i duartroket suksesit të shpejtë dhe famës së përkohshme, qëndro i përkushtuar ndaj procesit. Mos kërko duartrokitje. Kërko përmirësim të brendshëm. Bota mund të mos e vërej një hap të vogël. Por nëse e bën për veten, çdo hap ka peshë. Çdo përpjekje të ndërton. Çdo ditë që nuk dorëzohesh, je duke krijuar një version më të mirë të vetes. 9. Mos prit motivimin, vepro pa të. Nëse vepron vetëm kur je i motivuar, do jesh i pasigurt. Por nëse vepron edhe kur nuk ke motivim, do bëhesh i fuqishëm. Sepse forca e vërtet vjen kur vepron pavarësisht ndjesisë. Zgjidh të mos jesh skllav i humorit tënd, por udhëheqës i zakoneve të tua. Motivimi vjen dhe ikën, por zakoni e mban motorin ndezur. 10. Përmirësimi një ndryshon botën, sepse ndryshon ty. Një individ më i përmirësuar është një mik më i mirë, një prind më i dashur, një qytetar më i përgjegjshëm, një profesionist më i aftë. Kur ti rritesh çdo ditë pak nga pak, ti i bën mirë jo vetëm vetes, por edhe atyre që ke rreth vetes. Mund të ndihmosh më mirë, të frymëzosh më shumë, të ndërtosh më thellë, dhe kështu, pa bërë zhurmë, ndryshon botën. Dita e sotme është e vogël, por është fara e suksesit tënd të madh. Përmirësoje vetëm një. Nesër do jetë më ndryshe. Pas nesër do jetë më mirë. Pas një viti do mos e njohësh më veten. Bëhu ai njeri që punon çdo ditë për një version më të mirë të vetes. Jo sepse duhet, por sepse mundesh. Sepse e meriton. Sepse je më shumë se sa mendon. Dhe çdo përqindje e vogël që shton është një hap drejt madhështisë që pret të zgjohet brenda teje.